Kryeministri Edi Rama është përgjigjur deklaratave të politikanit populist britanik Nigel Farage, që në një intervistë dhënë për mediat në Londër pretendoi se 1 në 50 shqiptar në Britaninë e Madhe ndodhet në burg. Pretendimi juaj se 1 në 50 shqiptar në Britani është në burg nuk është fakt, është absurd. Një klasik i manualit post-Brexit. Nëse ti ngëllon frikshëm, atëherë duhet të jetë e vërtet. Por kur shikohen të dhënat reale, është një befasi. Edhe nëse do të supozonin se çdo shqiptar që ndodhet në burg është realisht fajtor, ndër nëse shumë janë aty për shkak të një sistemi vizash të padrejtë dhe të vjetërsuar. Shkalla e kriminalitetit mes shqiptarëve në Mbretërinë e Bashkuar nuk do të ishte më e lartë se ajo e popullsisë britanike, madje ka shumë gjasa të jetë më e ulët. Rama sfidon Farage. Me që të dy duket se e vlerësojmë vullnetin e mirë dhe nuk e durojmë hipokrizin, kam një propozim të thjeshtë për ju. Ti sillin të dyja palët faktet në tavolinë. Nëse pretendimi juaj 1 në 50 deli sakt, angazhohen publikisht i marrë të gjitha mbrapsht. Jo për show, por zotohen publikisht. Por nëse del që shifra juaj është thjesht karburant për tabloide, atëherë s'ka nevojë për ndjesë, s'ka nevojë për drama. Madje në vend të kësaj do të merr një aftesë për të ardhur në Shqipëri, si i ftuar nderi. Do të merr një diell të vërtet, mikpritje të vërtet dhe fakte edhe më të vërteta për Shqipërinë dhe shqiptarët. Rama e mbyll reagimin duke deklaruar se është në pritje të përgjigjes së politikanit britanik, që aktualisht drejton Partinë Reforma.